gjërat të bukura, gjërat e mira. Unë them që ky është një gjë e mbar për botën dhe në fillim të vitit 2026, sepse më në fund po i referohet çdo kush atë çfarë populli dëshiron. Nuk ka më kohë që të jetë në një pikë të saktuar diktatoriale. Njerëzit më nuk i nështruan diktaturës dhe më së miri atë ka treguar presidenti Trump, i cili nuk po lufton vetëm për shtetin e vet që ta mbrojë Amerikën, por po lufton për paqen në botë. Edhe ky është një aksion i cili u ndërmor sot në mëngjes rreth orës 4, i cili e kishte paralajmëruar presidentin e Venezuelës, Maduron, që do të krijojë një aksion kundër tij dhe regjimit të tij diktatorial, por ai nuk i kishte besuar. Dhe më në fund fjalët i shndroi në vepra presidenti Trump, i cili sot po falenderojnë të gjithë liderët e shteteve tjera. Ju më thatë që Trump nuk ka fjetur më brenda. Po, normalisht presidenti i shtetit 370 milion banor dhe ai ashtu udhëheq edhe shtetet tjera në mënyrën diplomatike dhe gjithashtu unë besoj që nuk ka fjetur sepse një aksion i tillë nuk mund të flesh jo një ditë, po 3-4 net. Kështu që Trump kishte paralajmëruar që para 4 ditëve kishte nisur këtë aksion, po për shkak të gjendjes atmosferike, ushtria është tërhequr dhe nuk e ka zhvilluar aksionin, sepse ky aksion është dashur të ndodhur në natën e vitit të ri. Kështu që është tërhequr dhe e ka bërë këtë mbas 3 ditëve. Ajo është çdo gjë zyrtare, nuk po e shpikun nga mendja, por Trump i vetë e ka thënë këtë në një intervistë telefonike me Fox News. Por cilat janë detajet që kanë zbuluar mediat amerikane për këtë operacion, sepse një pjesë e tyre flasin për skenar, por edhe për një spiun që ishte brenda qeverisë, i CIA-s. Pra, cilat janë ato prapaskena që nuk thuhen? Trump ka paralajmëruar vetë që para 2 muajve ka urdhëruar me urdhrin e tij nga administrata që të futen forca speciale dhe agentët e CIA-s në shtetin e Venezuelës. Ne në një farë mënyrë e dim që agentët e CIA-s nuk ekzistojnë dhe nuk futen në një shtet vetëm kur duhet të krijojnë operacionet e tilla. Ato janë 365 ditë e vitit në çdo shtet të botës. Por në një farë mënyrë ka paralajmëruar dhe i ka bërë presion që në një mënyrë paqësore Maduro të largohet. Ai nuk e ka besuar dhe në fund kjo është shndruar në një vepër dhe normalisht është çdo gjë saktë dhe e vërtetë që në një operacion intensiv me agentët e CIA-s është edhe bërë arrestimi i Maduros dhe të shoqes së tij Zoe së parë së Venezuelës. Dhe ato janë transferuar me helikopter në një anije ushtrie të Amerikës dhe besoj që brenda 3-4 ditëve do të sillen edhe në New York, sepse ato nuk po vinë me aeroplan apo me helikopter siç e kanë cituar mediat, por ato po vinë me një anije ushtarake të Amerikës nëpër det, nëpër oqean. Po sipas mediave, Maduro kishte qenë një fortesë e rrethuar me qelik edhe u tërhoi zvarr sipas tyre nga krevati bashkë me bashortin. Pra, gjitha sa zgjati kjo sipas mediave? Sa zgjati operacioni? I gjithë operacioni zgjati rreth 30 minuta, që në momentin kur filluan bombardimet e para në Venezuela, pikat kryesore të bombardimeve ishin bazat ushtarake të Venezuelës dhe aeroporti i Venezuelës dhe normalisht për rreth qarkut ku ishte i vendosur edhe presidenti Maduro. Operacioni mund të them brenda fortesës gjithashtu zgjati 30 minuta e gjithë kjo si një përmbledhje dhe ajo fortesa e rrethuar me hekra nuk është as pak e vërtet, për shkak që Maduro ishte një fortesë normale të sigurt